E dhimbshme, binjakët 2 vjeçar të Bashkuara në Kokë humbën jetën pas operacionit të ndarjes. Një histori e dhimbshme ka tronditur Brazilin. 2 motra binjake të lindura të Bashkuara në Kokë humbën jetën vetëm pak minuta pasi mjekët përfunduan operacionin kompleks për ndarjen e tyre. Eloisa dhe Helena, 2 vjeç dhe 7 muaj, kishin lindur me një formë të rrallë të binjakëve të Bashkuar në Kokë, duke ndarë pjesë të indit të trurit dhe enë të rëndësishme të gjakut. Vajzat ishin ndjekur prej afro 2 vitesh nga ekipi i Spitalit das Clínicas në Ribeirão Preto. Gjatë vitit të fundit, ajo ju nënshtruan 4 operacioneve përgatitore, ndërsa ndërhyrja e 5 dhe përfundimtare u zhvillua në 15 gusht. Zgjati rreth 15 orë. Në operacion morën pjesë më shumë se 50 mjek dhe pjesëtar të stafit mbështetës. Pas ndarjes së plot, gjendja e të 2 vajzave u përkeqësua me shpejtësi për shkak të paqëndrueshmërisë hemodinamike që shkakton furnizim të pamjaftueshëm me gjak të organeve jetësore. Sipas ekipit mjekësor, njëra prej vajzave pësoi rënje të fortë të tensionit, ndërsa tjetra rritje të tij. Të dyja pësuan arrest kardiak. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për t'i rikthyer në jetë, Helena u shpall e vdekur në orën 23:37, ndërsa Eloisa në 23:51. Mjekët thanë se organizmi vajzave ishte veçanërisht i brisht pasi gjatë jetës kishin kaluar disa episode pneumonie dhe kishin pasur nevojë për trakeostomi dhe gastromi për ushqyerje. Në 3 operacionet e para, kirurgët kishin arritur të ndanin rreth 75% të indeve të përbashkëta të trurit dhe të enëve të gjakut. Ndërhyrja e 4 kishte përfshirë vendosjen e zgjeruesve të indeve për të siguruar lëkurën e nevojshme për mbylljen e kafkës pas ndarjes përfundimtare. Babai i vajzave, Amarildo Batista da Silva, falenderoi ekipin mjekësor për përpjekjet e bëra dhe theksoi se pavarësisht përfundimit tragjik, nuk e konsideronte operacionin një dështim të mjekëve. Eloisa dhe Elena u verosën në 16 gusht në San José dos Campos, qyteti ku jetonte familja e tyre.